Gara për Prishtinën, kush janë kandidatët e çka dihet deri tani. Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në garën për Prishtinën tashmë janë disa kandidatë dhe vera do të jetë edhe më nxehtë politikisht. LDK me përparim Ramën synon edhe një mandat. LVV me Hajrullah Çekun provon nga kultura e sportit në komunë. PDK me Orhan Ismailin mund të rikthehet në garë pas vitit 2021. AK me Big Berishën hyn në garë nga niveli nacional, e PSD me Besa Shahinin, një grua kandidate e resi që garan për herë të parë. Pse ka rëndësi Prishtina për secilën parti? Jo vetëm sepse është kryeqytet, por edhe sepse është qendër politike dhe administrative e Kosovës. Me mbi 200.000 banorë dhe buxhet prej gati 130 milion euro për vitin 2025, Prishtina ka peshë vendimtare. Prishtina është më shumë se një komunë, është pasqyra e zhvillimit të Kosovës. Udhëheqja e saj ndikon jo vetëm në jetën e qytetarëve, por edhe në imazhin e shtetit. Por cilat janë problemet kryesore në Prishtinë? Kaosi urbanistik, trafiku i pakontrolluar e shpesh mungesa transportit publik, problemi me mbeturina e tjera janë vetëm disa nga këto probleme. Për fund, a ke mendu për votën tënde? Kush mendon se duhet ta udhëheq kryeqytetin? Çka të brengos ty? Na shkruaj në info@telegrafi.com.